was just a time in my life when I had let go of my own personal career ambitions. Me Blue Jeans, ajo befasoi sërisht. Kritikat e cilësuan si një këngë më tepër dramatike se ç'duhet, por këngëtarja ja doli që të fitonte zemrat e publikut. Pavarësisht kritikave, albumi brenda 6 muajve shiti më shumë se 2 milion kopje dhe u cilësua si albumi më i shitur i vitit. Ndërkohë që në klasifikimet botërore kryesonte. Pas disa peripecish, këngëtarja nënshkroi kontratë të mirëfillt me Interscope Record për të punuar rreth albumit të saj të dytë. Lana Del Rey nuk u dorëzua ndaj kritikave negative të albumit të saj të parë. Madje ajo publikoi Born to Die më 31 janar të vitit 2012. Albumi rezultoi 2 fish më i shitur nga albumi i saj i parë. Në Born to Die u përfshin këngët e njohura, National Anthem, Summertime Sadness. Disa muaj më pas vjen me albumin Born to Die The Paradise Edition. Kënga kryesore e albumit ishte Ride. Ku sërish të kritikua ashpër nga mediat për shkak të promovimit të theksuar të prostitucionit. Por, shumica e kritikave e cilësuan se një evoluim mjaft pozitiv në muzikën e saj. Në MTV Europe Music Awards të vitit 2012 u nominua në 3 kategori: Best Alternative, Best Push dhe Best New Act. Po atë vit, këngëtarja u zgjodh nga revista e famshme GQ si femra e vitit, ku dhe nisi turneun e saj të parë botëror. I really am thankful to everyone at GQ because they've been supporting me for a while. Mbas kaq shumë vitesh, ajo foli për herë të parë rreth problemeve të shumta me alkoolin. Lana Del Rey deklaroi se nuk ishte ditë që të mos pinte, duke menduar se diçka e tillë ishte mjaft cool. Prindërit e saj ishin gjithnjë të shqetësuar për këtë fakt. Ajo e cilësonte alkoolin si dashurinë e saj të parë. Lana Del Rey. Në vitin 2013, në Brit Awards, fitoi çmimin e artistes më të mirë ndërkombëtare. Lana Del Rey. Well, congratulations, Lana Del Rey. That's 2 years in a row. She's walked away from the Brit. Përgjatë vitit 2013, publikoi këngët Black Paradise, But you got away. coverin e këngës Chelsea Hotel No. 2 të Leonard Cohen, You just turned your back on the crowd. Burning Desire, I've got a burning desire for you, baby. Strawberries, cherries and dhe coverin e këngës Summer Wine së bashku me ish të dashurin e saj, Barry James O'Neill, ish pjesëtari i grupit Cassidy. made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will Lidhja e tyre nuk zgjati shumë.
edhe pse në media u aludua se çifti ishte fejuar në mënyrë sekrete. Summer wine. Këngëtari deklaroi për The Scottish Sun se kushërira e këngëtares i dërgoi atij një mesazh ku shkruante se lidhja e tyre kishte përfunduar. I tried to get up, but I couldn't find my feet. Shumë pak ditë më pas, këngëtarja u fotografua nga paparacit me menaxherin Andrej Gillot, me të cilin pati një lidhje një mujore. Një lidhje tjetër që u aludua në media ishte ajo me këngëtarin legjendar Axl Rose, e cila zgjati 7 muaj. I've seen the world. Disa muaj më pas publikoi Young and Beautiful. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Kënga arriti në vendin e 22 të Billboard Hot 100, pozicionin më të lartë në chartet amerikane. Gjatë asaj kohe u publikua dhe remiksi I këngës Summertime Sadness, I cili dha asaj ritmin që I mungonte. I got that summertime. I got that summertime. I got that summertime. I got that summertime. Më pas, erdhi filmi me metrazh të shkurtër Tropico, I sing the I cili u publikua në faqen zyrtare të këngëtares në Vivo. body electric, baby. Në janar të vitit 2014, Lana Del Rey publikoi këngën kolonizanore të filmit Maleficent, Once Upon a Dream. I know you, I walked with you once upon a dream. Nuk vonoi shumë për të ardhur albumi Ultraviolence, në të cilin përfshiheshin këngët Shades of Cool, 'Cause you West Coast, You push it hard, I pull away. I'm feeling hot and on fire. I guess I know one ever really made me feel that much higher. They say you're got it, boy, it's your eyes. Brooklyn Baby, Well, my boyfriend's in a band. He plays guitar while I sing lyrics. Ultraviolence Songs of violence. dhe Cruel World. Në vitin 2014, Lana Del Rey këndoi disa nga hitet e saj më të njohura në festën e beqarisë të Kim Kardashian në Francë. Në maj të vitit 2015, këngëtarja nis turneun The Endless Summer Tour, së bashku me Grimes dhe Courtney Love. Gjatë asaj kohe, u fol për një lidhje të shkurtër të këngëtares me aktorin James Franco. I know you can't talk about how much Në intervistat e saj është treguar gjithmonë e sinqert duke folur hapur për jetën e saj private. Një deklaratë e këngëtares e cila është komentuar tej mase është ajo në të cilën ka thënë: "Se kam fjetur me shumë meshkuj në industrinë muzikore për të më ndihmuar për të ngjitur shkallët e karrierës sa më shpejt." Në shtator të vitit 2015, Lana Del Rey publikoi albumin e saj të katërt, Honeymoon. Kënga debutuese ishte High by the Beach. Më pas u publikuan hitet Music to Watch Boys To, Like you a lot. Music while I'm watching the boys. Freak, Baby, if you wanna leave, come to California. Honeymoon If time stood still, I'd take this moment, make it last forever. dhe Prisoner, një bashkëpunim me The Weeknd. Një lidhje tjetër e këngëtares Lana Del Rey ishte ajo me fotografin italian Francesco Carosini, e cila zgjati një vit. Këngëtarja ka fajsuar veten e saj për ndarjen, për shkak të gjendjes së saj të paqëndrueshme psikologjike. Në tetor të vitit 2015, Lana Del Rey u rikthye në studio për të punuar mbi disa materiale të reja muzikore. Disa muaj më vonë, ajo anonçoi dhe datat e koncerteve të saj në Kanada dhe Europë.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Rreth stilit të saj muzikor, shpeshherë të krahasuar me atë të viteve 50, këngëtarja ka deklaruar që, edhe pse nuk ka lindur në ato vite, ajo ndihet sikur ka qenë atje. Miqësitë e saj janë të pakta. Ajo ka treguar se ruan marrëdhënie të ngushta shoqërore me reperen Azealia Banks, Courtney Love dhe Marilyn Manson, me të cilin është përfolur gjithashtu dhe për një lidhje dashurie. We were born to die. Një artiste kaq kontroversiale, plot mister dhe melankoli, ka bërë të mundur të sjellë një frymë të re në industrinë muzikore dhe gjithashtu të prekë zemrat e publikut. Born to die. Lana Del Rey na ka treguar se muzika e saj is not gonna born to die.